Në muajin e veçuar nga vetë Zoti, muajin e bekuar të Ramazanit, besimtarët musliman i shtojnë në lutjet, durimin dhe veprat e mira, me të vetmin synim për t'ju afruar Zotit sa më afër dhe për të pastruar shpirtin e tyre. Përtej dimizionit të shpirtëror, Ramazani gjithashtu sjell edhe një mesazh të fuqishëm, human, social dhe solidar. Për këto dimensione, si dhe për aktivitetet që janë parapar nga bashkësia fetare islame në vend dhe në diaspor, sot kemi kënaqësinë të bisedojmë me kryetarin e bashkësisë fetare islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Reisul Ulema Hafiz Shaqir Efendi Fetai. Së pari ju falenderoj që pranuat ftesën që t'jeni pjesë e emisionit të mëngjesit Ritmi i ditës. Falemderës dhe juve. Atëherë, si që potencova në fillim, tani jemi në muajin më të veçuar nga Zoti, në muajin e bekuar të Ramazanit, ku shtojnë lutjet dhe durimin besimtarët musliman me të vetmin qëllim për t'u afruar Zotit dhe për të pastruar shpirtin e tyre. Fillimisht ndalemi tek dimensioni shpirtëror i Ramazanit. Çfarë mesazhi sjell ky muaj për besimtarët musliman? Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëplotit. Jemi në vigjile të muajit më të dalluar të vitit, të muajit më të dashur tek zemrat e besimtarë, muaji i bekuar i Ramazanit. Është muaj i dalluar sepse në këtë muaj filloi zbritja e shpalljes së Kur'anit famlar. Në këtë muaj kryhet kushti i tretë islam, agjërimi i ditëve të këtij muaji, dhe në këtë muaj janë netët e bekuara në të cilat besimtari i përkushtohet Zotit, pastrimit të shpirtit, reformimit të vetdijes së tij, si dhe i drejtohet Zotit me lutjet e tija. Agjërimi është një vlerë e madhe, nëpërmes të cilit besimtari në praktik vërteton lidhshmërinë e fuqishme që ka me krijuesin, pra me Zotin. Kur themi agjërim, kjo do të thotë se ne realizojmë një obligim të domosdoshëm që e ka urdhëruar i Madhi Zot. Agjërimi është fenomen historik. Ekziston në prej ditës së parë të ardhjes së njeriut në këtë botë. Ka agjëruar Ademi alayhis salam 3 ditë në muaj. Ka agjëruar Davudi alayhis salam 1 ditë po, 1 ditë jo, do me thënë gjysmën e vitit. Ka agjëruar Musau alayhis salam, Isau alayhis salam, ndërsa me ardhjen e shpalljes së fundit, pra Kur'anit famlar, njëherë për gjithmonë agjërimi merr formën e plot, hyjnore, racionale, që ka edhe dobit e saj. Çdo një obligim të cilin e parasheh i Madhi Zot është lidhshmëri me besimin ndaj të Madhit Zot, por ka edhe dimensionin e dobive të shumta në jetën e njeriut. Përveç që agjërimi në praktik dëshmon besimin e besimtarit, ai është edhe pastrim shpirtëror, është pastrim fizik, është moment i ngritjes shpirtërore të besimtarit, është një moment kur besimtari i kthehet vetvetes së tij duke analizuar ngritjen e tij, edukimin e tij, duke evituar nga jeta e tij, nga personaliteti i tij, gjithçka që është e dëmshme për te, për familjen e tij dhe për shoqërinë në përgjithësi. Njeriu është më së vërtet se ndjen edhe urinë edhe etjen. Në momentet kur ai ndjen urinë dhe etjen,
tek ai ndjehen apo ngjallen ndjenjat e humanizmit, solidaritetit dhe e bën atë të kuptoj çka do të thot etje dhe çka do të thot uri. E bën tek ai që të kuptoj se duhet të ketë kujdes të veçantë ndaj të gjithë të tjerëve, ndaj atyre të cilët vërtet përjetojnë vështirësi nga skamja dhe varfëria. Në momentet kur agjerojnë besimtarët, ata demonstrojnë apelin për kujdesin ndaj njerëzimit, në veçanti në kohën e sotit, kur po dëshmojmë luftra të ndryshme, vrasje, varfëri në një pjesë të botës, ku sot vdesin me miliona njerëz, vetëm pse s'kan një gotë ujë apo një kafshat buke. Nëpërmes agjerimit ne i apelojmë botës që t'i kthehet njeriut gjithçka që bën njeriu, çdo një zhvillim, qoftë ai fizik, qoftë ai ekonomik, qoftë ai teknologjik, duhet të jetë në shërbim të së mirës së njeriut. Sepse në çdo moment kur njeriu vjen në rrezik që të humb jetën e tij nga varfëria dhe skamja, në ato momente i gjithë njerëzimi është përgjegjës për një tragjedi të tillë. Për arsye se i madhi Zot në Kur'anin famlar ka thënë: kush bëhet shkaktar që të mbytet një njeri, sikur është mbytur gjithë njerëzimi, kush shpëton një jetë, sikur ka shpëtuar gjithë jetën. Edhe Muhamedi alayhi salatu wassalam, paqja e Zotit qoftë mbi te, shpesh herë këtë element e ka dalluar nga çdo element tjetër, nga çdo vlerë tjetër, me fjalën e madhe që ka thënë: nëse dikush nuk ka kujdes ndaj tjetrit që vuan nga etja, nga uria, duke e ditur se e pson këtë situatë, ai nuk është besimtar, do me thënë nuk e ka plotësuar besimin e tij ashtu siç duhet ndaj të madhit Zot. Muaji i Ramazanit është edhe një muaj i dijes, i ngritjes së vetdijes mbi shejtrinë e dijes, sepse në këtë muaj zbret urdhri i të madhit Zot: lexo, mëso, studio në emrin e Zotit tënd që krijoi gjithçka. Kjo do të thotë se muaji i Ramazanit është një ambient që tek vetdia e besimtarit ngrit obligimin e domosdoshëm që ta njeh vetveten, ta njeh botën rreth e përqartë dhe të analizoj krijimtarinë e të madhit Zot, me qëllim që të zhvillohet në jetën e përditshme dhe të ketë atë që tjetë i dobishëm në shoqëri në përgjithësi. Gjatë agjerimit besimtarët i falen të gjitha mëkatet që i ka bërë më herët. Andaj, në këtë muaj duhet të jemi të përpikshëm, të kryejmë urdhrin e Zotit, të pastrojmë shpirtin ton, të reformojmë vetveten ton, të largojmë të gjitha veset të cilat janë bërë pjesë përbërëse të jetës sonë dhe në këtë mënyrë pas Ramazanit të dalim të formuar mirë dhe me vetdije për gjithçka që na rrethon në jetën e përditshme. Nderuar, mund të na thoni se muaji i shejtë i Ramazanit është edhe muaji i solidaritetit. Sa kjo komponent duhet të shfrytëzohet nga një besimtar i devotshëm? Them se elementi kryesor dhe kyç i muajit të Ramazanit është që tek besimtari të zhvilloj ndjenjen e solidaritetit ndaj tjetrit. Ne në mbledhjen e fundit që patëm në kryesi të Bashkisë Fetare Islame, pastaj në mbledhjet në të gjitha muftinit e Bashkisë Islame në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, kemi bërë programe të veçanta mbi aktivitetet që duhet të bëhen gjatë muajit të Ramazanit,
ligjërata të ndryshme që do të kenë personalitetet të dalluara të jetës fetare islame, pastaj përgatitje të programeve për rinin, për gjinin femërore, pastaj vizitat të ndryshme që do t'i bëjmë jashtë vendit në diasporë, por në veçanti do të kemi një program të veçantë në sferën e solidaritetit, i cili do të përbahet nga ndarja e ndihmave të ndryshme, pastaj ndarja e iftareve në disa qytete. Ju e potencuat që Bashkia Fetare Islame planifikon të shtron edhe iftare në disa qytete të vendit. Mund të na thoni se për cilat qytete konkretisht bëhet fjalë? Unë mendoj se planifikimet tona janë që Shkupi do të ketë aktivitete të ndryshme në sferën e solidaritetit, Tetova, Gostivari, Shtipi, po ashtu edhe Kërshova, edhe qytetet tjera të cilat janë duke filluar nga Prilepi, Resnja, Ohri, do të ketë edhe Kumanova, kështu që varësisht prej nevojave që do të shihen, ne do të jemi në shërbim të organizimit të iftareve. Kemi parapar edhe një aktivitet në bashkëpunim me disa organizata të Republikës së Turqisë që kanë shprehur dëshirën që të jenë në shërbim të Bashkisë Fetare Islame, ku do të bëhen 100 jetim dhe do t'ju blehen 2 ditë ose 3 ditë para Bajramit, do t'u blehen tesha, si që dëshirojnë ata, çfarë dëshire do të kenë ata, edhe ki do t'jetë një segment shumë i mirë dhe shumë i ambël për disa fëmijë të cilët vërtet kanë nevojë. Këta që i thash unë, këta janë nga kryesia e Bashkisë Fetare Islame, por edhe muftinit në teritoret e tyre do të bëjnë aktivitete konform konkluzave që i kemi sill në mbledhjen e riasetit të Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Janë parapar edhe aktivitete në diasporë. Çfarë mund të pret diaspora nga Bashkia Fetare Islame gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit? Bashkia Fetare Islame ka formuar tashmë ekipin e personaliteteve të larta dhe akademike, duke filluar nga Fakulteti i Shkencave Islame, profesor të medreseve, profesoreshat e 3 medreseve që i kemi të gjinisë femërore, ata do të lëvizin në mënyrë të programuar duke filluar nga Zvicra, Gjermania, Austria, Italia, Skandinavia, ndoshta ndonjë grup do të niset edhe për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qëllimi jonë është që të tregojmë mirënjohjen tonë për të gjithë bashkëdhetarët tanë, për kontributin e madh që japin atje në mbrojtjen e vlerave edhe kombëtare, edhe në mbrojtjen e vlerave fetare, duke qenë të integruar mirë në ato vende, por me një përgjegjësi të madhe që të ikin asimilimit sa do pak ose sa do shumë të mundohen kudo që shkojnë. Porosia jonë është të ruajnë traditën e tyre fetare, kombëtare, në veçanti të ruajnë gjuhën e tyre shqipe, gjuhën amtare, por në të njëjtën kohë kërkojmë dhe apelojmë që të profesionalizohen, të integrohen fuqishëm në shoqëritë evropiane, sepse si popull, ju e dini mirë, ne jemi drejtuar drejt të rrjedhave euroatlantike, por bashkëdhetarët tanë vërtet meritojnë për gjithë punën që bëjnë atje ku jetojnë dhe veprojnë, por janë shumë zemërgjër edhe për projektet tona që i kemi këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut në vendlindje, dhe këtë lidhje me vendlindjen, pa marrë parasysh se kanë shkuar me familjet e tyre, bëjmë në përpjekje maksimale që ata të vazhdojnë të jenë në shërbim të vendit ku janë lindur, prej nga edhe vinë, që të jenë gjithmonë të kthehen në vendlindje, të vizitojnë vendlindjen e tyre, të kontribuojnë për vendin e tyre.
Flasim pak për xhamin më të madhe në Shkup në lagjën e Fushë Topanës. Mund të na thoni se ende nuk është hapur plotësisht të themi për besimtarët muslimanë. A pritet që gjatë muajit të Ramazanit të jetë funksionale pikërisht për besimtarët muslimanë? Xhamia e Fushë Topanës, ose ne do ta quajmë xhamia qendrore e Shkupit, do t'jetë bukuroshja jo vetëm e Republikës së Maqedonisë së Veriut, por bukuroshja edhe e Ballkanit. Ajo do t'jetë qendër e lutjeve, qendër e edukimit të përgjithshëm, qendër arsimore, qendër e rinis, qendër e të rejave. Do të ketë kushte të jashtëzakonshme për gjitha sferat e jetës fetare, shkencore e kështu me radhë. Ne kemi vendosur bashkë me donatorët që hapjen ta bëjmë natën e parë të teravisë së parë, domethënë me 18, do të fillojnë faljet e namazeve, duke filluar nga namazet e teravisë, por edhe 5 kohët e obligueshme të namazit. Kjo do të zgjasë deri në ditën e parë të Bajramit. Pastaj do të përfundojnë obligimet, ibadetet e ndryshme dhe ajo do të pushojë së vepruari, nuk do të funksionojë sepse ka edhe një 20% punë, zbukurimet e jashtme, siç themi ne, të parku i xhamisë, muret e xhamisë që do t'jenë konform dizajnit të xhamisë, konform projektit të xhamisë dhe mendoj për një 2-3 muaj, po ndoshta edhe më shumë, për 3-4 muaj ajo do të përfundoj edhe me ndihmën e Zotit. Bashkia Fetare Islame do të bëjë një solemnitet madhështor në Shkup, ku do të thirren personalitetet më eminente të jetës fetare, shoqërore, politike, shkencore, e kështu me radhë. Besimtarët musliman këtë muaj do e shfrytëzojnë xhamin e madhe, edhe pse për një kohë siç do të jetë, pastaj do të mbyllet, por të paktën për muajin e shenjtë të Ramazanit do e kenë aty funksional për të kryer obligimet e tyre fetare 5 vaktet e namazit. Unë mendoj se prej këtij momenti në këtë emisionin e juaj shumë të respektuar dhe shumë të ndershëm për mua, informoj besimtarët se natën e parë të muajit të Ramazanit, teravia e parë në datën 18 të këtij muaji do ta kenë në xhamin e Shkupit apo xhamin e Fushë Topanës, në kryeqendrën e besimtarëve tanë që quhet Shkupi i Madh në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Bashkia Fetare Islame gjithashtu menaxhon 2 institucionet arsimore, Fakultetin e Shkencave Islame si dhe Shkollën e Mesme të Medreses Isabeu. Pas përpjekjeve të shumta, statusi ligjor i Shkollës së Mesme të Medreses Isabeu më në fund mund të themi që është rregulluar. Dhe sa e rëndësishme është kjo arritje, sepse deri ditën e djeshme nxënësit e Shkollës së Mesme të Medreses nuk ishin të drejtë të regjistrohen në fakultetit e vendit. Tani më ata janë të njëjtë apo të barabartë me nxënësit e shkollave të tjera të mesme. Mund të na flisni pak për këtë arritje? Akreditimi i Medreses Isabeu ka qenë një gëzim i madh, është realizuar pas përpjekjeve për plot 20 vjet, domethënë një përpjekje 20 vjeçare që ka qenë problem nga faktorë të ndryshëm që të akreditohet. Kështu që tashmë ajo është e barabartë me të gjitha shkollat e mesme, është tashmë në listën e shkollave të mesme, është në regjistrin qendror të shkollave me të gjitha tiparet e një shkolle të fuqishme dhe bashkohore. Nga ajo medrese kanë diplomuar 5.000 nxënës dhe nxënëse. Do me thanë tashmë 70% të barsëve të jetës fetare, në për xhami të ndryshme, në për mektebe të ndryshme, në shkollat fillore ku jepet lënda fetare, në digastere të ndryshme të shtetit tonë, në për ministri të ndryshme, japin një kontribut të veçantë dhe janë kuadra jashtëzakonisht të nivelit të lartë dhe kanë kombinuar atë
shkencoren me atë që quhet morale njerëzore e kështu me radhë, është një profil i kuadrit që mishron dijen me njerëzoren, moralen e kështu me radhë. Kemi pra edhe Fakultetin e Shkencave Islame, i cili më heret është nostrifikuar, edhe pse kemi autonomi të plot të fakultetit, sepse është prone jona, jemi themelues ti, ai vepron sipas programit të fakulteteve të ndryshme, respektivisht inspektoratit të arsimit të lartë dhe me përgjegjësinë më të madhe kryen obligime. Tashmë kemi kuadro të niveleve të ndryshme akademike, të shkencave të ndryshme, duke filluar nga profesor ordinar e deri te profesorët e medreses me fakultet të shkencave islame. Dëshira e jonë, synimi jonë është që të ndërtojmë kuadro që do t'jenë konform rrethanave, vendit ku jetojmë, jemi pjesë e Europës dhe është normale që të formojmë kuadro që do t'jenë të gatshëm, të notojnë në ambientin bashkohor edhe atë në të gjitha sferat shkencore, shoqërore e kështu me radhë. Gjatë vitit të kaluar keni pasur aktivitete të shumta. Ndërto ishte edhe pjesëmarrja juaj në takimin e leadershipit në Davos. Çfarë përfitimesh solli ky takim dhe cili ishte mesazhi kryesor nga ky forum? Në atë summit të madh ishte i parapar edhe ndikimi i religionit në botën bashkohore kështu me radhë. Apeli ishte që zhvillimi ekonomik, teknologjik është vlerë bashkohore dhe është në shërbim të njerëzimit, por t'inveshet dhe të edukohet edhe ekonomia, edhe teknologjia, të jepet elementi shpirt, të jepet elementi moral, që gjithë ai zhvillim dhe përparim në shkencën e teknologjisë dhe ekonomisë të vendoset në shërbim të njeriut. Ne mendojmë, dhe e thash edhe atë atje, ne mendojmë se problemet që ndodhin sot në botë, varfëria, skamja, vdekja, vrasja, mbytja, lufta, vrasja e njerëzve të pafajshëm, fëmijëve, pleqve, kështu me radhë, dëshmon se ekonomia dhe teknologjia fatkeqësisht po zhveshet nga ajo moralja, nga ajo njerëzorja, sepse i madhi Zot thot ikra bi ismi rabbike alladhi khalaq, lexo, mëso, studio, por në emër të Zotit. Domethënë gjithë dija, zhvillimet, arritjet njerëzore të jenë në shërbim të sfidave, të zgjidhjes së sfidave të njeriu, sepse njeriu është qendra e gjithë shkafit. I madhi Zot për të treguar respektin ndaj njeriut e ka titulluar Khalifetullahi fil ard, mëkëmësi im në tokë. Andaj gjithçka që është e krijuar është në shërbim të njeriut dhe qendra e gjithçkait është njeriu. Çdo atak kundër vlerave njerëzore, çdo diskriminim, çdo nënshmim, çdo humbje të jetës, do të thot atak ndaj vullnetit të madhit Zot. Dhe nuk është e rastit që para 1400 vjetësh i madhi Zot thot, o ju njerëz, ju kemi krijuar prej një nënë dhe një babe, ju kemi ndarë në popull dhe fise me qëllim që të njiheni, por kujdes, thot i madhi Zot, se më i miri tek Zoti është ai i cili është më i devotshëm. I madhi Muhammed a.s. para 1400 vjetë në kohën e robrimit të njeriut, kur njeriu për njeriu ishte rob i atëhershëm, thot të gjithë jeni nga Ademi, nuk të gjithë jeni nga toka, ju jeni bijtë e Ademit, nuk ka dallim në mes të bardhit dhe të ziut, as në mes arabit dhe jo arabit, përveç se ka një dallim. Dallimi është në devotshmëri. Shumë aktuale janë këta fjalë të cilat unë i shpreha në summitin e Davosit, sepse me gjithë zhvillimit të madh teknologjik, ekonomik, fatkeqësisht sot
ekziston një diskriminim i një pjese të madhe nga varfëria, vrasja, mbytja, okupimi, uzurpimi e kështu me radhë, siç ndëgjojmë në lajmet e përditshme që ndodhin në Sudan, ku vrite njerëz të pafajshëm dhe në shumë vende tjera, momenti i Gazës, momenti i shumë vatrave të luftës Ukraina, e kështu me radhë, ku vërtet zhvillimi njerëzor duhet të ketë kujdes, jo që pse ka ndodhur, por mos dash Zotit të ndodhin, sepse të gjithë do të jemi përgjegjës për humbjen e jetrave të fëmijëve, të pafajshmeve e kështu me radhë. Do me thënë, Davos, edhe pse është një vend i biznesit botëror, i politikës botërore, ishte kënaqësi që ju kushtua kujdes edhe një panel shkencor në kontributin e religionit në përgjithësi, në veçanti të islamit në sfera të ndryshme për ngritjen e mirëqenies njerëzore, kuptohet duke atakuar, duke bërë përpjekje që të luftojmë radikalizmin, ekstremizmin, sepse ekstremizmi dhe radikalizmi, sipas Bashkisë Fetare Islame, sipas Islamit, nuk ka as komp, nuk ka as ras, nuk ka as vend, është një fenomen i shëmtuar, i dëmshëm që atakon dignitetin e njeriut në përgjithësi. Unë mendoj se Bashkia Fetare Islame ne vendosëm, unë isha i thirrët edhe në të njëjtën datë, isha i thirrur në konferencën botërore në Kairo, por unë i dhash përparësi konferencës madhe Davosit, mendoj se ka qenë një nder i veçantë për Bashkinë Fetare Islame, për pjesëtarët e Bashkisë Islame, për Republikën e Maqedonisë së Veriut, për qytetarët tanë, që Bashkia Fetare Islame të merë pjesë në atë konferencë jashtëzakonisht e madhe, botërore, ndërkombëtare, dhe në këtë mënyrë u dëshmua autoriteti i Bashkisë Fetare Islame edhe në nivelet botërore, ndërkombëtare e kështu me radhë. Unë falenderoj konferencën, bartësit e asaj konferencë të madhe që kanë menduar se ekziston në Ballkan një bashki islame e cila mundohet të lëvizë me trendet fetare, por me një vetdije të lartë bashkëkohore për të kontribuar njerëzimit sadopak edhe në sferën e vlerave morale dhe shpirtërore. Nderuar, një ndër aktivitetet që shënuan vitin 2025 ishte edhe ardhja e imamit të Çavez për herë të parë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Mund të na thoni pak më shumë për këtë vizitë dhe pse e përzgjodhi vendin ton dhe cilat ishin përshtypjet e tij? Bashkia Fetare Islame, thash edhe më herët, ka bërë një aktivitet të jashtëzakonshëm viteve të fundit që t'jetë hapur si Bashki Fetare Islame me gjitha shtetet e botës arabo-islame, pastaj me Republikën e Turqisë, me të gjitha bashkitë fetare islame të Ballkanit, duke filluar nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, pastaj Slovenia, Kroacia e kështu me radhë. Çështja e dytë ka qenë hapja me bashkitë fetare të vendit, ku kemi zhvilluar brenda këtyre viteve një dialog të fuqishëm ndërfetar me 5 bashkitë fetare tjera që janë këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut, që kanë nivel kushtetutar në vendin ton, por ishte shumë e rëndësishme që shkruajtëm një memorandum me Ministrinë për çështje fetare të Arabisë Saudite dhe në programin ton parapam që popullit ton t'i afrohet një kënaqësi imami i Ka'bes. Unë mendoj se nuk mund ta përshkruaj me fjalë ndjenjat e besimtarëve tanë, veçanti të rinisë që më ka habitur shumë. Rinia e ka pritur me një kënaqësi të veçantë, të jem pak më modest kur bënim që të hinim në xhami, në pritje. Rinia kret me telefonat në dorë, pritshin.
ishte një kallaballëk i masa që ngushtoheshte hyrja e imamit dhe dalja. Dhe unë në momentet kërkisha falje që se pak të ngushtojmë ne me këtë kallaballëk këtë atë, ai më tha një fjali shumë interesant që se pritja mos u mërzit tha reiste se këtë e bëjnë pse e duan Ka'ben. Për këtë shkak edhe e bëjnë, kështu që ishte një simbol i veçantë i cili shumë bukur dha porosi të paqes, tolerancës, bashkëtesës, morales, të respektojmë njëri tjetrin e kështu me radhë, dhe mendoj se ishte një ngjarje e fuqishme e vitit 2025 dhe ne falenderojmë edhe qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, e cila me gjitha mekanizmat e sigurisë u vendos në shërbim të pritjes imamit të Ka'bes, ashtu siç e meriton ai si një personalitet i madh i jetës fetare islame. Kështu që mendoj se ka qenë një ngjarje shumë që do të lejë mbresa të jashtëzakonshme, por ai mbet shumë i lumtur me rregullin, rendin e organizimit, me protokollin, me qytetarët, me besimtarët e kështu me radhë, saqë premtoj se do të vijë edhe në mënyrë private një javë ta bëj këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Dhe në fund, cili është mesazhi juaj për besimtarët muslimanë me rastin e muajit të bekuar të Ramazanit? Unë ju drejtohem gjithë besimtarëve të besimit islam, pra muslimanëve, të cilët me kënaqësi presin hyrjen në muajin e bekuar të Ramazanit, që së pari të bëjnë përgatitjen e tyre shpirtërore, që të futen me një vullnet të jashtëzakonshëm, të futen me vetdije të lartë, se është një muaj i begat, një musafir i madh që na sill të mira të nduarta, të mundohen që me angazhimin e tyre të shfrytëzojnë të gjitha begatit që i sill muaji i Ramazanit, si një musafir, si një mik që vjen të jetë në shërbim të besimtarit, në shërbim të lidhjes së besimtarit me Zotin dhe me jetën e përditshme në përgjithësi, shfrytëzojnë nga rasti që të shprehi publikisht urime të gjithë besimtarëve me rastin e hyrjes së muajit të Ramazanit, lut Allahun fuqiplot që të gjithë besimtarëve t'ju jep shëndet të plot, jetë të gjatë, aktivitetet të nduarta dhe inshallah t'ju jep dhuratat e të madhit Zot, shpërblimet e tij dhe agjerim të pranuar në përgjithësi, dhe do isha shumë i lumtur që besimtarët të jenë aktiv në aktivitetet tona, të jenë pjesëmarrës në aktivitetet tona dhe në këtë mënyrë ta presim të lumtur dhe të gëzuar ditën e madhe të festës që quhet festa e Bajramit të Fitrit, shqipi vjen, por ne i themi Fitr Bajrami. Kështu që uroj edhe një herë, i përgëzoj të gjithë besimtarët dhe dashti i madh i Zot të kryen atë obligim me nder dhe me kënaqësi të veçantë gjatë ambientit të Ramazanit. Unë ju falenderoj edhe një herë që ndatë kohë që t'jeni pjesë emisionit ton të mëngjesit ritmi i ditës, si dhe ju falenderoj edhe për mesazhet që përcollët pikërisht për muajin e shenjtë të Ramazanit. Ju falenderoj shumë dhe unë ju falenderoj shumë ekipit tuaj të televizionit 2, redaksia e Gjuhës Shqipe, për kujdesin e madh që keni për vlerën që vjen tani, me këte keni treguar se jeni në shërbim të shpjegimit të vlerave, por edhe në shërbim të gjithë qytetarëve tanë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Shikues të nderuar, mua nuk më ngelet gjë tjetër përveç se të shfrytëzoj rastin edhe unë për t'ju uruar muajin e shenjtë të Ramazanit dhe për të ju dëshiruar agjerim të lehtë. Mirëmbëjtje.